Në vijim do të zhvilloj një bashkëbisedim online me zotin Edmond Spau, ish deputet. Zoti Spau, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Të kam ndjekur gjatë tyre ditëve ke qenë aktiv në rrjetet sociale me statuse të vazhdueshme, jo vetëm për ngjarjen që ndodhi pas protestës banorëve në Zvërnec, por edhe gjithçka që pasoi atë, polemikat rreth projektit, por edhe protestës. Çfarë qëndrimi ke për këto të fundit, përpara se të shkojmë tek projekti? Unë e kam ndjek me shumë interes çështjen, për vetë faktin se për vitet tëra kam punuar në industrinë e turizmit, e kam drejtuar atë, dhe e di se sa e vështirë, madje është e pamundur që të tërheqësh investime të tilla, për shkak konkurrencës madhe. Shqipëria ka pasur fatin që një pjesë të Bregdetit të saj, pjesën e jugut, ta zhvillonte vetëm me turizëm të nivelit lartë. Për fat keq për rrethanat, për mënyrën si veprojnë ne shqiptarët, në pjesën dërmuese të zonës jugut janë ndërtuar vila për përdorim privat. Ndërtohen vila e shiten. Dhe kjo është forma më e keqe e zhvillimit të turizmit. Forma më e mirë është ajo me rezorte turistike. Dhe ky investim që vjen nga një nga grupet më me emër në investimet turistike në zona sensitive, nga Aman Grupi. Ne t'i lutemi të vinë e t'investojnë këtu. Jo t'ju vojmë drujnë në rrota e t'i përzë. Në këtë kuptim, e mbështes qëndrimin e kryeministrit, sepse me çdo kusht është në interesin e vendit që ky investim të realizohet. Për protesta, çfarë qëndrimi ke, zoti Spau? Po protesta tani, dihet se si bëhen protestat në Shqipëri. Këtu ka dy aspekte, një aspekt politik dhe një aspekt ekonomik. Aspekti politik është që ky është një investim i familjes Trump. Dhe ka plot segmente politike në Evropë që nuk duan ta shikojnë Trumpin të investojë në mënyrë private. Së dyti, dhe i kanë nxitur ato po thua, zoti Spau? Urdhro. Dhe i kanë nxitur ato protestat. Pra këto grupime. Edhe këto segmente mund të kenë gisht. Edhe këto segmente mund të kenë gisht. Jo, se jeni në sinkron me atë që tha kryeministri Rama, po pa thënë diçka konkrete që ta kuptojmë për kë bëhet fjalë. Se në fillim u tha që do t'ju them tani në aspektin ekonomik, është aspekti ekonomik. Po. Dhe të gjithë vendet me turizëm të nivelit të lartë dhe shumë të lartë janë të interesuar që një resort kaq i madh mos ndërtohet. Pse? Do ju bien të ardhurat. Nga do merret klientela? Nga klientela tyre do të merret. Nga fqinjë në jugor, nga Italia, nga Spanja, nga Franca. Mos kujtoni se këto lloj resortesh i gjen në çdo 10 apo 100 kilometra distancë në Bregdet. Ato janë me një numër të caktuar, e përjedhoi konkurenca duke u ndërtuar një resorti tillë i këtyre përmasave, do të bëjë që të bien fitimet e tjerëve. E prandaj janë interesuar mos ndërtohet. Ta sabotojnë dhe fusin hundët. Mirë, mund të qëndrojë edhe kjo tezë, zoti Spau, po unë jam kurioz se si funksionon kjo? Si funksionon kjo? Cilat janë mekanizmat? Më fal një moment. Mekanizmat janë ustallara da për mekanizmat, po. Pse nuk u ngrit kjo shoqëria jonë civile dhe këta fundamentalistët ambientalistë, kur u shkatrua Bregdeti Jugut, kur u shkatrua zona e Golemit, kur u ndërtua aeroporti Vlorës. Pse s'u ngritën këta? Ku ishin këta? Dhe tani që fillon të ndërtohet një resort që konkuron pikërisht këto investime në vende të tjera të rajonit, me njëherë si me sust. Pra e ndërdisur po thua, siç u shpreh kryeministri Rama. Edhe ndërhyrje të tilla ka. Mos u habisni. Është kryeministri Rama në pozitë vështirë nga protestat, zoti Spau? S'më duket që është në pozitë vështirë.
mjafton të mos lëshoj nga qëndrimi që ka mbajtur deri tani, sepse do të jetë një absurditet i madh, domethënë një çmenduri shqiptare që të përzëm një investim tip. Qëndrimi... Dëgjoj, mbrot shkulla. S'ka projekt. Po ky është në fazën e lejes zhvillimit. Tani fillon e hartohet projekti. Tani fillon bëhet studimi gjeologjik. Tani fillon bëhet studimi mjedisor. Jo po nga nëzorëm koston. Po kosto është relative, mesatare, e përafërt. Mund tjetë 4,5, mund tjetë 3, mund tjetë 5. Po vetëm për ju them një gjë. Në vitin 93, ne bëm një studim të plot për mbrojtjen e mjedisit nga Velipoja deri poshtë në Ksamil. Dhe ka bërë një nga ekspertët më të mirë të mjedisit në Evropë në atë kohë, Gileshe. Dhe ka dhënë rekomandime specifike për këto zona, sidomos në Patok, në Zvërnec, në Ksamil, që duhet zhvilluar vetëm turizëm i nivelit shumë të lartë. Qartë, Pse? e kuptova. Sepse kompanit që hyjnë aty kanë interes të jenë afatgjata, mos ta shfrytëzojnë shpejt e shpejt dhe tigin. Janë investimet mëdhaja. Shikoni ju këtu. Ne kemi pasur në atë kohë normën 100 shtretër për 1 hektar. Dhe 100 shtretër për 1 hektar parashikoshin ndërtime me 3-4 kate kryesisht. Këtu është një investim prej 500 hektarësh dhe 10.000 shtretër. Sigur norma asaj kohë të ruhej, aty mund të ndërtohen 50.000 shtretër. Por kompania nuk do turizëm masiv. Do turizëm elitar dhe edhe në këtë pikë duket se cilat janë normat e zhvillimit me ambientin.